Sulmuesi Ildi Gruda mund të largohet nga Vllaznia, edhe pse kontrata e tij me klubin Shkodran ishte në formulën 2+1, viti i tretë shtesë parashikonte disa kushte dhe kritere që duhet të përmbusheshin nga klubi për t'u aktivizuar automatikisht. Burime të afërta me futbollistin bëjnë me dije se këto kushte nuk janë respektuar nga ana e drejtuesve të Vllaznisë. Si rrjedhoi, Gruda është larguar nga grumbullimi dhe mundësitë janë që ai të mos jetë më pjesë e Shkodranëve. Ai nuk ishte pjesë e ekipit të Vllaznisë as në miqësoren e zhvilluar kundër Olimpia Ljubljanës. Mungesa e komunikimit mes palëve për kushtet e reja të kontratës duket se do sjellë edhe ndarjen e sulmuesit Ildi Gruda me Vllaznin. Tashmë Gruda ka të drejtën të largohet si futbollist i lirë në këtë merkato verore. Sulmuesi Shkodran ka qenë një prej elementëve më të rëndësishëm të kuqebluve gjatë 2 sezoneve të kaluara. Ky largim i tij ngre pikpyetje mbi mënyrën e menaxhimit të kontratave dhe komunikimit me klubin Shkodran. Në fakt, ende nuk ka asnjë reagim zyrtar nga klubi, por me shumë gjas, Gruda nuk do të jetë pjesë e skuadrës për sezonin e ardhshëm. Largimi i tij mund të lërë një boshllëk në sulm, por mund të hapë edhe një debat se faji kujt është për ndërtimin e këtyre kontratave. Gjithsesi, në ditët në vijim pritet që gjithçka të jetë më e qartë se çfarë do të ndodhë mes palëve, nëse është përgjegjësia e drejtuesve për mos respektimin e kontratës apo një keqkuptim në interpretimin e saj. Megjithatë, një gjë është e qartë, që Vllaznia mund të humbasë një prej sulmuesve më të mirë të saj.